që përdorë kryesisht në kuzhinën e fshatit. Ky eksponat është përdorë edhe në qytet, natyrisht me pjesë tjera që i ka pas kjo një farloj zeje me qujt. Gruja pasi e ka mirë bakrim, ose dhënë, ose lopët, qushtin e kanë zerë në këtë vedrë, në gjuhën popullore si i kanë thonë. Nga kjo vedër e ka marrë, ka bru në një kuzinë në zjarë qushtin, dhe pastaj e ka përdorë si pas nevojave që ka dashtë ajo që ka pas shtëpia, nëse ka pas dëshirë të nxjerrë gjalp nga ky qusht, atëherë ajo qushtin e ka fut në këtë pinë, se i thonë gjuhën popullore, apo dy peku. Edhe me anën e kësaj shtypses këtu, gjithnjë e ka tunë qushtin, përderisa ja ka marrë mendja asaj që po mblidhet gjalpi, edhe ko pas kohë e ka nxjerrë me sa ka pas qusht brenda. Është një tjetër të cilin gruaja ose ka zonë kos, ose e ka nxjerrë djathtin këtu, sepse prej qushtit është formuar edhe djahti, edhe kosi. Janë vegra, janë me një fjalë eksponate të cilat i shkojnë kësaj qushtit, njeljes qushtit.